Nëse. Dashi është një ndër shenja që e humb durimin shumë a shpejt. Këtu tash nuk, kur të flasim që e humb durimin, nuk do më thonë që gjithçysh janë ato shenja që bën ekstrem nervoz, bërtasin, thejnë sende. Jo, këtu tash është ndryshe të secila shenjë. Kemi shenjat e zjarrit, që në shenja që njihen që humbi durimin shumë a shpejt, tu është dashi, shigjetari, edhe kemi shenjën e luanit. Dashi, shigjetari dhe luani. Të dashi e kemi një ndër shenja që kur ndodh diçka nuk e menon shumë gat, por menjëherë shpërthen. Mundet menjëherë me të sulmu me fjalë, mundet menjëherë fjalën e fundit me thonë të paren, po mandej kjo kalon shumë shpejt. Kjo kalon shumë shpejt edhe mandej personi që ndoshta dashi e ka ofendu, s'ka qare pa e falë, se e ka një lloj sharmi dashi që të shtin me i përbi krejt senet që ati ka thonë. Mandej shigjetari është një shenjë që humb durimin nëse ti guxon me ja cenu lirin. Në momenti që ti cenon me ja liru, me ja largu lirin shigjetari. Pas kjo përshu shumë mirë, Fatbar. Cënon me ja liru lirin. Që guxon me ja cenu lirin. Shumë këm qepë me të ngucë kështë të mëngjas, je shumë e lezeshme për mëngjas, Fatbar. Skadet, lirisht. Se kom në shenjën peshore, këse që kena qepë pak me në ngucë, nuk në mbet hatri. Po? Do më thonë, mandena shigjetari nuk ka dëshirë ti me ndërhy në lirin e ti. Kjo mundet me bo që aj me humb shumë shpejt durimin edhe është drejtejo shumë i pafalshëm, mandej. Mandej e kemi luanin. Luani ka ego tepër shumë të madhe dhe në momentin që ndihet i nënvlerësum prej njerëzve, luani e humb shumë shpejt durimin, kur ka të bëjtë të vlerësimi ndaj vetja, mandej nëse e she edhe e vren e ndjen që dikush është tu e nënvlerësu dhe nuk është tu e pa me sytë që dën me e pa luani, atë luani e humb durimin shumë shpejt. Tjetër, ndoshta përveç këtyre 3 shenjave? E kemi edhe binjakët, që njihen si shenjë e padurueshme, jo në nivele shumë të mëdha si këto 3 shenja që i përmenda, po janë pak shenja që bëhen monoton shumë shpejt dhe i humb durimi kur i ndëgjon njerëzit u fol që për çajo temë për to mundet me u dok pa lidhje, në momentin që i ndin shenja tjera që janë të bo muhabet të tillë, humb durimin shumë shpejt dhe mundet me uqu prej asaj tavoline. Në këtë mënyrë e manifeston padurimin e vetë binjakët. Mandej kemi edhe akrepin. Nuk është akrepi një shenjë që humb durimin shumë shpesh, po në momentin që e humbin akrepat kur ju vjen të hunda, akrepi mundet me u bo shumë i keq, shumë i poshtër edhe Amandena nuk mbet kur gjo i poshtër shumë, ashtu i poshtër si seriala turk. Që janë shumë poshtër. Që nuk të falin për kur gjo heq. Si dosha që janë të poshtër. Për ndrysha, din kush o dash prej